Për Zordeliu, si e pat parazimin e Elbasanit? Për mendimin tim, që e një barazim i merituar. Jo se du të them për sa i përket Elbasanit që jam Elbasanës apo dish futbollisti i atij ekipi. Por e them me bindje që Elbasani dje, pavarësisht që e pësoi golin që minutat e para, ditë të reagonte, ditë të ndryshonte, ditë ta kthente lojën në anën e vet dhe arriti të barazojë me merit. Loja arriti e tillë që edhe mund ta fitonte me raste që vishin apo edhe mund të. Megjithatë, Elbasani dje tregoi që ka vlera të një ekipi që është megjithënë pretendent për të qenë finalist në Kupën e Shqipërisë. Po si e sheh të garën për titullin kampion, duhet besoj tani Elbasani të japë. Elbasani ka qenë fillim kampionatit që beson. Edhe po ta shikojmë këto tre ekipet e para, para fut pastaj edhe Partizani apo Dinamo. Po këto tre ekipet e para, Vllaznia, Ignatia dhe Elbasani, kanë qenë në garë që në fillim kampionatit. Dhe kjo tregon që ecuria e Elbasanit apo dhe ekipi i Elbasanit është në një ekip jo vetëm s'mund të themi më që është ekip që është pjesëtar i Superligës shqiptare, po themi që është pretendent për të dyja kompeticionet që ka ky kampionat, pra Kupa dhe kampionati. Tani Elbasani pothuajse 19% është pjesë e kaçës parë të kampionatit. Kjo do të thotë që në kaçën e parë me pikët ashtu siç janë, me pak kujdes, me pak përkushtim edhe fat, ne mund të jemi edhe kampion, por mund të jemi edhe fitues të Kupës Republikës. Unë kam bindje sepse në kaçët them që jemi patjetër. Edhe Elbasani në vitin që vjen ne të kemi kënaqësinë të shikojmë edhe në Europë. Shikon ndeshje e radhës me Partizanin Elbasan, si e prisni? Është megjithënë ndeshje fortë, sepse Elbasani në teçe pra të Kupës Shqipërisë tregoi që tu humbi 1-0, atje fitoi 3-1 dhe arriti të kualifikohesh për në kaçe. Kjo tregon që Elbasani nuk njeh më faktorin fush, pra luhet brenda apo jashtë. Elbasani megjithënë po tregon vlerat e një ekipi që kërkon të përfitojë dhe të fitojë gjithmonë. Fal një grupi të jashtëzakonshëm që kanë krijuar ato. Fal një grupi tjetër që i udhëheq ato, fal drejtorisë klubit, të cilët megjithënë kanë bërë një punë të mrekullueshme, sepse nuk është e lehtë të drejtosh një skuadër e cila nga mbrapa vjen një grup njerëzish, që janë tifozëria jonë, të cilët edhe flasin dhe bëjnë. Ka dhe njerëz të tjerë që flasin pa e njohur mirë futbollin, kur neve pësum një humbi me Dinamon, 4-1, shpeshherë njerëzit flisin që deri këtu e kemi pas. Pra janë gjëra që ato din të reagojnë duke pas dhe me mangësi shumë të mëdha në grup, pra ato kanë ditë të reflektojnë dhe bëjnë gjëra të bukura. Kështu që unë them me bindje që ndeshja me Partizani do jetë një ndeshje rivale, ashtu siç kanë treguar këto kohë të fundit. Do jetë ndeshje e fortë, do kërkojnë të dy ekipet të përfitojnë, Elbasani të përfitojë dhe të jetë pothuajse ta sigurojë kaçën. Partizani kërkon që të hyjë në kaçe. Pra do jetë një ndeshje për mendimin tim e balancuar, një ndeshje e fortë.